Shumë njerëz mendojnë se do t'ju duhet një kapital i madh për të nisur investimet në real estate. Mirë, por realiteti shqiptar nuk është kështu. Nëse e kërkon mirë tregun dhe zgjedh zonën e duhur, një apartament i vogël në tipin e një studio, gazoniere apo një plusnish me pak metra katror mund të sjellë rendiment më të lartë sesa një apartament me sipërfaqe të madhe. Por pse ndodh kjo? Së pari, kërkesa është shumë e lartë për apartamente të vogla, sidomos për qera të shkurtra dhe studentore. Së dyti, qeraja është më lartë për metër katror në këto tipe apartamentesh, duke marrë parasysh që sipërfaqja është e vogël. Së treti, investimi është më i lartë, ama kthimi i investimit është më i shpejtë. Së katërti, këto tipe apartamentesh jepen më shpejt me qera, duke marrë parasysh edhe target grupi që përfshin këto klient janë më të shumtë. Këtu fusin të gjithë rastet e studentëve, e turistëve apo e profesionistëve të rinj që vinë për herë të parë të jetojnë dhe të punojnë në Tiranë. Nëse jeni duke menduar të filloni me një investim të parë, një studio, gazoniere apo apartament 1+1 do të ishte zgjidhja e duhur. Është më praktike dhe shpesh më e sigurt dhe më fitimpruese nga sa mendoni. Jam këtu t'ju tregoj mundësitë që do t'ju sjellin fitim maksimal me një investim fillestar minimal. Më kontaktoni.